Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë një vendim të rëndësishëm lidhur me xhamat e errësuar të automjeteve. Pas padisë së organizatave meraklit të kerreve dhe tripika, gjykata ka shpallur të paligjshme dhe ka shfuqizuar disa dispozita të udhëzimit administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme që kufizonin përdorimin e xhamave të errësuar. Sipas aktgjykimit, ligjet në fuqi nuk ndalojnë në mënyrë të përgjithshme vendosjen e folive errësuese apo zëvendësimin e xhamave me xhama të errësuar. Përkundrazi, ato lejojnë modifikime në automjete për sa kohë që kalojnë procedura teknike dhe atestimet e nevojshme. Gjykata vlerësoi se Ministria kishte vendosur kufizime që nuk parashihen në ligj, duke lejuar xhamat e errët vetëm nëse ishin të instaluar nga prodhuesi dhe duke ndaluar në mënyrë të përgjithshme folijet errësuese. Po ashtu u shfuqizua edhe dispozita që lejonte përjashtime me vendim të ministrit, pasi ishte e lidhur drejt për drejt me ndalimin e konsideruar të paligjshëm. Ndërkohë, në fuqi mbetet paragrafi që rregullon vetëm evidentimin e xhamave të errët në dokumentacionin e regjistrimit të automjetit. Gjykata theksoi se aktet nënligjore mund të zbatojnë ligjin, por nuk mund të krijojnë kufizime të reja që nuk janë të parashikuara me ligj. Për këtë dhe lajme tjera qëndroni në telegrafi.com.